Miq të Zgjo Poteshë, jemi rikthyer. Jemi rikthyer me komentatorin ton të preferuar. Po mirëmëngjes Mantho, sepse tani do flasim për sport. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta dhe suksese në fakt. Faleminderit. Të bukur deri tani, kështu që suksese. Patjetër sigurisht. Ju kam ndjekur për të thënë të vërtetën. Për shkak të mikes time të regjia Arnitën, që jam këtu dhe përshëndes në fakt se ka qenë ndër kryesorët që më kanë ndihmuar në udhtimin tim televizion, kështu që Arnitën e përshëndes dhe suksese. Faleminderit shumë Mantho. Ne jemi gati për të folur për futboll dhe unë sigurisht dua ta nis me atë që më dhemb më shumë. Është Juventusi. Juventusi jemi dashur që tani unë nuk e di që do vinte dita që Galatasaray do mundte Juventusin dhe jo kështu 1-0, po 5-2 e para. O sa ditë e bekuar. Një lumshin këmbët. Dhe e dyta, një ekip si Bodo Glimt do mundte Interin 3-1, pavarësisht se i kemi rival të përjetshëm ne të Juventusit, po për futbollin italian ky nuk është lajm fare i mirë. Nuk e di se çfarë po ndodh. Mantho, futbolli italian. Ky Champions plot çudira, ëh. Shiko, Champions në fakt është vetëm nga kompeticioni që ka treguar historikisht që prodhon çudira, nga më të mëdha, sidomos me ekipet e mëdha që shpesh herë surprizojnë me ekipet e vogla. Tani për të prishur pak qefin tënd Francë, Juventus nuk më bëri një surprizë, ajo humbja 5-2. More, thashë do të Juventusi jot është në pikë të hallit. Juventusi jot nuk ka fakt të mikrofonit të lutem. Po vërtet Arnita? Që po. Juventusi yt është në pikë të hallit, kështu që faleminderit. Ajo çfarë ne pam në fushën e Galatasarayit, në fakt. Vaj pak lutem. Shumë tifozë të Juventusit thanë që edhe shpëtua me vetëm 5-2 pasi mund të pësonim edhe 6 dhe 7, kështu që Juventusi është një skuadër që këtë sezon edhe në Serie A nuk po bën mirë për të thënë vërtetën dhe ti mund ta pohosh këtë gjë. Kjo është e vërtet, po përpiqemi edhe ne, por kështu kur i varë shpresat vetëm nga një turk si Kenan Yildiz që në fakt është ylli i skuadrës dhe jo tek ekipi, duhet bëjmë blerje akoma, por më duket e çuditshme. Mbase e shesin edhe këtë. Që mos të ngrenë ai nuk e në futbolli, bravo. Ai rinovoi kontratën motor, e kemi deri në 2030 deri në 2030, po 30, po akoma lufta për të. Por halli kryesor i juaj është se si do mund të ktheni Galatasarayin në ndeshjen e kthimit. Do ta bëjmë. Ti beson që mund ta kthej? Patjetër që po, nuk jam tifoz nëse nuk besoj. Patjetër që po, janë thjesht 3 gola, kështu që. Por Galatasaray është një skuadër shumë simpatike, me një Osimhen që e njeh shumë mirë futbollin italian dhe di si përballet me Juventusin dhe me çdo skuadër italiane. Prandaj që sfida e kthimit, që është vetëm një javë pas, do të jetë shumë e vështirë për juventinët, edhe pse është detyrim për ta të fiktojnë sfidën e kthimit me 3 gola, pasi me rezultatin 5-2, Juventusi duhet që minimalisht fitojë 3-0 për të çuar sfidën në kohën shtesë. Pasi kujtojmë që rregulli patjetër që ka shanse. Ai që është subjektiv thot po, unë them që jo. Dhe unë them që jo, dhe nëse do bëhen 3 gola, maksimumi do jetë 2-1 për Juven, sa për të thënë që ja e fituam, sa ata nuk e lën pa e bërë një gol. Tu do jemi, do t'i merrnim mbrapsht të gjitha këto fjalë, kaq po ju them. Dëshira e tifozëve, kurse për Bodo Glimt Inter, un kam një skenar më optimist, edhe pse vetë ndoshta jam pak interist, por Bodo Glimti është një skuadër norvegjeze me karakteristika që luan në një fushë sintetike, pra ndryshe nga çfarë janë mësuar skuadrat për të luajtur me bar natyral dhe luan në të ftohtin norvegjez. Bodo Glimti së fundmi bëri shumë surpriza, mposhti Manchester City në shtëpi, mposhti dhe Atletico Madridin. Dhe tashmë mposhti dhe Interin me shifra 3-1. Por, unë prapë shoh një skenar që në San Siro në ndeshjen e kthimit, besoj që Interi do të jetë shumë i madh për Bodo Glimtin. Dhe kjo skenë do të jetë shumë e madhe për ta për të vazhduar dhe më tej. Kështu që është vërtet, sepse në San Siro Interi është gjithmonë Interi është Inter dhe 2 gola mund të i gjej shumë kollaj, mendojnë sidomos ndaj një skuadre modeste si Bodo Glimt që e ka sezonin debutues në UEFA Champions League. Dhe po bëjnë shumë mirë për i të vërtetë. Po i trajtoni sikur janë grupi Calcetos të lagjes. Në fakt është e çuditshme, sepse është një grup shumë simpatik lojtarësh me një trajner shumë ambicioz, Bodo Glimti që ka bërë super mirë këtë sezon në Champions League, por dhe janë të dytët në kampionatin e tyre, kryeson Viking. Që aktualisht kampionati për interesante, kjo aktualisht kampionati i tyre është ndaluar, për shkak se është i ftohtë i Norvegji dhe nuk mund të luajnë atë bor. Pra ata kanë dhe luksin, në një farë mënyrë luksin që të jenë të shplodhur dhe të vinë të shplodhur në ndeshjet e Champions League-s. Ndryshe nga Inter dhe skuadrat e tjera italiane që janë në kampionat e sipër, por personalisht mendoj që Inter nuk do ta vuajë shumë ndeshjen e kthimit me Bodo Glimt. Okej, kemi përballje këtë fundjavë? Presim. Kemi Arsenalin dhe Tottenhamin, në fakt në kampionatin anglez do jetë një super përballje gjithmonë, pavarësisht se Tottenhami këtë vit nuk është çfarë. Ti e kishe për këtë tanët. Nuk e kishe për këtë gjuhën që flas. Atëherë, më lejoni t'ju shpjegoj çfarë donte të thoshte Nada. Me përballje nuk kupton skuadrat shqiptare, sepse herën e kaluar folën për derbin Tirana Partizani, ku unë thash që do fitonte Partizani dhe fitoi. Prandaj ne dëshiroj me shkuqet e. Bravo. Kjo ishte rastësi, por okay, për Partizanin. Ditën e sotme në kampionatin shqiptar në orën 19 kemi përballjen Ignata Dinamo City, që janë 2 ndër 4 skuadrat e para në renditje, por që nga ana tjetër
e saktë në logjik, por nga ana tjetër kanë në 6 fitat e fundit, pra nga 2026, Dinamo nuk njeh asnjë fitore, kurse Ignatia ka vetëm 1 fitore. Pra janë skuadra që edhe pse janë në top 4, le të themi përballen skuadra në krizë mes njëra tjetrës. Të dyja skuadrat do kërkojnë të paktën të gjejnë fitoren përballë njëra tjetrës ditën e sotme në Rogozhin për të kaluar krizën, pasi sa për të familiarizuar me skemën e Final Fourit të kampionatit shqiptar. Në fund të 36 javëve, 4 skuadrat e para të renditura në renditje, të klasifikuara, do të kalojnë në një mini turne tjetër. Do ndeshen me njëra tjetrën. Do të përgjysmohen pikët që kanë marrë aktualisht, do ndeshen me njëra tjetrën. Dhe kjo 4-she siguron dhe pjesëmarrjen në Europë sezonin e ardhshëm. Pjesëmarrja në Europë është shumë e rëndësishme për çdo skuadër shqiptare, pasi është burimi kryesor i të ardhurave për skuadrat tona. Kështu i sigurojnë financat, po thua. Është burimi më i madh i financave. Midis Ignatias dhe Dinamos, si pritet të jetë rezultati një parashikim? Do të jetë shumë e vështirë pasi të dyja skuadrat janë në krizë. Unë ndoshta po ta parashikoja do thosha që ndoshta Dinamo është koha të reagojë dhe të marrë fitoren e parë në kampionat, edhe pse do të jetë shumë e vështirë, por Dinamo nuk ka më luksin të gabojë, pasi Partizani dhe Teuta që janë pas tyre me 3 dhe 4 pikë, po shfaqen rendiment shumë të mirë. Partizani fitoi dhe derbin, kështu që i shafruar akoma dhe më shumë Dinamo City. Kështu që do t'i duhet me se s'bën Dinamos reagimi për të shpresuar për të mbajtur një vend në Final Four. Duhet thënë që në fakt është edhe një përballje midis dy teknikëve shumë interesant, siç janë profesori Ilir Daja në fakt, i cili ka qenë trajneri i Skënderbeu dikur dhe ka bërë shumë mirë, dhe Idlir Tetovës, një trajner i ri me shumë ambicie. Dhe për mendimin tim janë dy nga trajnerët më të mirë shqiptar që duhet të kenë edhe hapësirë për më tej, si thua shoh vetëm në skuadrat e tyre. Konfirmojmë dhe ne. Në fakt Ilir Daja, le të themi që e ka vulosur veten e tij me sukseset që ka arritur, ka shkuar në Europa League me Skënderbeun, ka shkuar në Conference League me Ballkanin 2 herë, çoi Dinamo në City në play-offet e UEFA Conference League këtë sezon. Pra Daja është xhaji afirmuar që është ndër trajnerëve të mirë Shqipëri. Ndërkohë Tetova, 2 herë radhazi kampion me Ignatian, kampion në fuqi me Ignatian, është trajneri që gjithashtu është i konfirmuar si ndër më të mirët në Shqipëri, prandaj sigurisht është një përballje mes dy strategëve, por dy strategëve duhet theksuar që janë të pakënaqur me ushtrinë e tyre. Po pra puna është sa i përgjigjet ushtria këtyre strategëve, pa mirë. Drejtorët sportiv dhe klubet kanë bërë shitje ose jo afrimet e duhura tek skuadrat e tyre, dhe kjo gjë ka nxitur në një farë mënyrë edhe një luftë të brendshme, sidomos më shumë tek Dinamo City, ku ka dhe raportime që Daja nuk është aq i kënaqur me drejtuesit dhe ka pasur dhe tensione mes tyre. Kështu që do të jenë dy teknikë që do të kenë ushtar që nuk i duan në një farë mënyrë, por që do të jenë detyruar të marrin pikët. Mantho, do të dëgjojmë një këngë tani dhe dua që kur të kthehemi të flasim një çik për një episod jo shumë të këndshëm që ka ndodhur në Benfica Real Madrid. Na duhet pak pushim edhe për Marko se foli shumë. Po, kjo është e vërtetë. Dëgjojmë një këngë të bukur dhe kthehemi në studio. The Weeknd. Kam përshtypjen që ishte përshëndetje nga regjia, me shëndet afër po në fundjavë. Weekendin ton. Rikthehemi në studio, nuk jemi vetëm, jemi me Mantho. Emriot. Mua është një mangth për mua Emriot Mangtho, po shumë e bukur. Meqense Rallafi si është historia e Emrit të. Na e trego pak. Emri i Stërgjyshit. Na ka vendosur babai im, kështu që është i Stërgjyshit. Ka një histori tjetër? Shumë i veçantë. Jo, e njëjtë pak, por kishte dëgjuar fjalë të mira për të dhe e fiksoi që do ta vendos, kështu që të bëhet dhe ky i mirë. Ta gëzosh të shkon. Ta gëzosh Mantho, ndërkohë që ne jemi gati për 45 minuta tjera spektakël këtu në Zgjohu po desheme Manthon dhe Francin dhe sigurisht në stol kemi Nadën dhe Mikael. Por fal, kjo Zgjohu po deshe është kështu. Po deshem? Po deshem? Ka një ti për shembull je zgjuar. Po desha. Si ta kesh domethënë, se mund ta dëgjosh edhe shtrir. Më pëlqen. Të pëlqen. Apo ta ndrojmë. Jo. Ora ti zgjohu edhe nesër, edhe na shih në YouTube. Çfarë thon djegta? Sa e bëri shokën e YouTube-it e madhe. E bëri patjetër. Atëherë, Mantho, po flisnim pak për Benfica Real Madrid, një trajner si Jose Mourinho që ka trajnuar, më duket se ka trajnuar Arbeloa ai kur ka qenë po te Reali, po. Po te Reali 2012 i famshëm. Te Mourinho na kishit, te ky i dyti na humbës fare. Ndodhi një episod i pakëndshëm atje që lidhem sigurisht me Vinicius Junior, ende nuk është bërë qartë se çfarë është thënë me disa tyre lojtarëve. Ska për të bërë kurrë qartë. Flie mendjen sepse shkurt goca, mbasi një lojtar me ngjyrë shënoi gol në sfidën Real Madrid Benfica, festoi me një mënyrë që ai feston disi provokative. Është një lojtar që feston me kërcime. Ki parasysh brazilianët, siç kërcejnë brazilianët. Po. Por argjentinasit i urrejnë thellë të gjëra, edhe portugezët, dhe kjo gjë solli tension. Dhe ishte një lojtar argjentinas i cili vendosi bluzën mbi gojë dhe i tha diçka Viniciusit. Që të mos lexoheshin bluzët, çfarë i tha. Sa bëjnë ata lojtarët? Sipas Viniciusit e ka thirrur majmun.
Jo, ore. Dhe për këtë arsye ndeshja u ndalua për 10 minuta, plasën debate shumë të mëdha. Ndërkohë vetë lojtari pretendon që nuk i kam thënë atë fjalë që Vinicius. Tuki. Ojne Ada. Futem në gjendje. Çfarë ka ndodhur? Jo, domosdoshmërisht. Edhe Mbappé reagoi në fakt, kështu që lojtari vetë pretendon që nuk i kam thënë këtë fjalë Viniciusit, por i kam thënë diçka tjetër. Jo. Po kjo mbetet një kafshë tjetër. Por kjo mbetet më pas për të zbuluar te vetë UEFA ka hapur një hetim në lidhje me këtë çështje që nuk besoj që nuk do zbulohet kurrë, pasi lojtari ka mbuluar bluzën, gojën me bluzë, kështu që sipas tij thash vlla. Nëse vlla me majmun gjani thoj anglisht, më ndihmoni ju. Kjo është e vërtet, janë tema shumë të ndjeshme dhe shumë të prekshme që kur vjen puna tek futbolli gjithmonë e nxjerrin kokën si thua, sepse shumë njerëz vendosen në mbrojtje të lojtarëve përkatës. Disa të tjerë mbrojnë lojtarë të tjerë, si për shembull Benfica, Mourinho dolën publikisht në mbështetje të lojtarit të tyre, kështu që sidomos Benfica, se Mourinho tha që duhet ta shoh prapë etj, po Benfica ndoli publikisht me video, me akuza që është e pamundur që lojtarët e Realit në të distancë që kanë qenë ta dëgjojnë çfarë ka thënë lojtari ynë, edhe pse unë besoj që mund ta dëgjoni, kështu që kemi edhe një episod që ka ndodhur në Milan Como mes Allegrit dhe Fabregasit. Fabregasi ç'bëri një gjë. Atë Salesmakers se ka ai, si ka emrin? Salesmakers, bravo. Ai tipi tha do bënte rivënien arsor dhe Fabregasi tërhoqi. Allegri u tërbua. Allegri po si mund të mos tërbohej Allegri sigurisht. U tërbua, doli me karton të kuq, megjithse Franc, se ti je tifoz Juventin, po Casano ishi Milani kur ka ndar kampion. Casano çfarë nuk thot në fakt. Casano dëgjova çka kishte thënë së fundmi. Unë nuk ja marr më përpas çfarë thot. Çfarë tha? Casano tha që trajneri Allegri tha, njëherë që doli kampion me Milani nuk dolin për atit, ta dolën për nesh. E morëm ne për dorë skuadrën dhe nuk bën fare çfarë thoshte ai në fush. Okej, kjo ha debat, megjithatë nuk ja hedh njëri meritat Allegri se është një strateg shumë i mirë për mendimin tim, pavarësisht se unë jam shumë. Ku ka fituar gjithë tha Casano Allegri? Nuk jam fans i futbollit që bën Allegri sepse bën një futboll shumë mbrojtës edhe kështu me radhë. Dhe Casano këtë tha, fituam ne, tha jo ai. Casano çfarë nuk thotë burr tani, po ja marrim të gjitha parasysh. Do të ketë çajë vetëm si ta duket që po e shkruaj. U sa do mërzitet që s'po ja merrni parasysh çfarë thotë. Tani meqense ju i konsumo ato bisedat djaloshare se i takon futbollit, se jeni të mirë informuar në këtë fushë, po javën tjetër edhe unë edhe Mikaela do bashkojmë forcat edhe do të flasim për volejbollin me kokë. Çfarë kemi lajme, ndoshta roz ose ngjarje ose skandale sa i takon botës së sportit? Nga tanët apo rinte komshin tan itali? Edhe te tanët edhe te komshin. Tanët njerë. Po këta tanët janë turp në fakt, nuk është se bëhen. Kur dolën turp? Këta tanët janë turp. Përveç brojës që është dëmtuar dhe që broja pothuajse dëmtohet çdo ditë, kështu që nuk kemi ç'i bëjmë më. Apo mirë. Përveç brojës është dëmtuar, përveç Muçi që po kalon një super form, por prap Silvinja nuk e merr, të tjerët janë aty në atë që bëjmë. Po kjo, o zot, me këtë debat do rrim një orë gjithë në qoftë se vazhdojmë. Po kjo është e vërtetë. Po mirë, shikoj, ne kemi edhe ca rubrika të tjera po ti prit tek kafja dhe sqarojmë. Pse nuk e merr ti? Me dy fjali. Trajneri thotë që ore nuk e dua këtë lojtarin sepse nuk hyn në skemat e mia. Dhe të gjithë thonë po ky është lojtari më i mirë aktual i kombëtarës ton. Dakor. Por Silvinjo dhe trajneri kombëtarës kanë treguar që kombëtarja ka bërë shumë mirë pa të. Se ta marr thotë kur unë bëj shumë mirë pa të. Sa më pëlqen se duket sikur ka qenë aty domethënë. Jo, po me interpretimin e 10 nga 10. Është pasionant po ti do. Meqense më fal. Sa i takon pa. Vetëm një gjë të them, meqense ra fjala tek kombëtarja, duhet të themi që Vasi është gjithmonë në mbështetje të kombëtarës me ofertat e saj për bileta dhe për tifozët. Vlen për të përmendur kjo. Edhe shpresojmë që të shkojmë në Amerikë se mund të kemi oferta shumë të mira. Dhe na duhet edhe oferta për Polonin me 26 mars, që është sfida play-off. Me 26 mars sfida play-off Shqipëri-Poloni. Për të shpresuar, për të vjuar për të shpresuar për një kualifikim botror që do të ishte historik. Shqipëri. Okej. Sa i takon lojrave olimpike? Doli aty ku donte të dilte. Te lojrat olimpike. Kemi një lajm interesant? Përpos tani Shqipëria jo ndërshtoi, nuk është se bëri ndonjë gjë shumë të mirë lojrat olimpike, kështu që lajmi interesant është një dhe i vetmi që ta thuajmë bashkëpunim bashk. Përfundimi i shpejt i kujt? Masave mbrojtësve, po ky është masave mbrojtëse. Sa ishin një 10.000 copë? Ishin një 10.000 copë që diku i binin rreth 6 për kokë. Për sportistët, mesatari që nuk e kanë bërë ti është pas 10.000 copë. Kanë marrë furnizim? Që kishin, po kanë marrë përsëri. Për 3 ditë. Megjithëse ata sportistët shkruan edhe për trimëri, ndoshta mund ta kenë marrë guximin edhe pa pritur furnizimin. Po gjithsesi, ne tani do marrim lajmin kryesor që çunat dhe gocat kishin bërë më shumë qef, ndoshta se ç'duhet, edhe pse personalisht nuk prandaj dolën pa medalje. Dhe pse personalisht nuk do të bashkohet. Jo, nuk pëlqen sepse dëgjoj, kur je sportist dhe kur shkon për të përfaqësuar shtetin tënd, duhet të rish disa rregullave strikte. Dhe kjo shpërthimi në masë i këtyre mungesave të masave mbrojtëse mua më duke po ndoshta ka qenë për ata që kanë shkuar për të ndjekur lojrat olimpike.
Kurse ne tani këtu në studio duhet të marrim masa mbrojtëse se regjia mund të na godas mendojnë gjë se jemi shumë keq me kohën. Kështu që faleminderit shumë. Ne do shihemi prapë një të premte do jesh patjetër i mirëpritur për të folur se do kenë ngjarje pafund sportive. Dëgjojmë. Dëgjojmë këngë dhe rikthehemi në studio shumë shpejt.